Mirëmbrëma miqtë alarmit, mirë se vini. Edhe gëzuar festën, ore, se kjo është një festë që ishte një kokë që hyri këtu. Ishte koka ime, sepse duhet një forcë jashtëzakonisht shumë e madhe për të ndezur makinën. Ishin më shumë flokë se kokë, po le të themi. Gëzuar festën, një festë, le ta themi, e kombëtarizuar tashmë, sepse është vërtet, besoj unë personalisht, që është një festë që na përfaqëson, është një festë pagane. Domethënë tregon harmoninë tonë fetare që kemi. U bë Tirana det sot. Mysliman, të krishterë, budist, bektashinj, që mos jam hakur në një, të gjithë ishin në shesh, lumë. Shiko, ka një vlerë tjetër dita e verës sot. Po. E di pse? Jo. Sepse është një ditë vere në 100 vjetorin e pavarësisë. Nuk e ke vënë ti, për shembull, në vitet pararendse, nuk ka qenë ky fluks i madh i njerëzve. Jo, s'ka qenë. S'ka qenë. Po se nuk para festonte qeveria, se kishte halle të tjera. Tani që të gjitha hallet janë zgjitur, feston qeveria e bën festë. Aty ku e bën festë qeveria është dhe populli miqderuar. Megjithëse le të themi diçka në konfidencë, që nuk është se qeveria ndodhej sot në Tiranë. Part-time, domethënë në pjesën e festës, bën kryeqytet Elbasani sot. Normal, nuk ka ndonjë gjë. Edhe i takon sot, për sot. Po ja kështu me rotacion le të shkojë kryeqyteti, si në BE për shembull. Njëri ka presidencën një shtet, njëri një tjetër. Edhe Shqipëria le të jetë 12 muajt e vitit, të jetë nga një urdo. Keqen motra këtë mos e kërko. Pse motra? Po se ne kemi 22 vjet që po e quajmë veten në tranzicion. Imagjino tani të ndryshoj kryeqyteti nga një muaj. Po jeta tranzicion është. Të lutem. Pse ti për shembull, ja ajo që ke qenë para 30 vjetësh, nuk je më e njëjta. Jo, nuk jam më e njëjta, kam pasur trajt tjetër. Ke evoluar, ke tranzicuar, edhe neve si popull, domethënë. Dikur kemi se po të ishim ata që kishim qenë në 90-ën, për shembull, se kishim patur në 97-ën. Momentet e bukura të dashurisë tonë me armën. Apo një pjesën e lumtur, le ta themi. Ti më atë rast bëre dhe ushtrin në 97. Jo, mora gratë se ushtri kam pas. E kisha bërë në kohën e Enverit një si zborë që bënim mbas shkolle. Edhe më kisha ardhur arma në majtë të hundës për shti bëja. Po kot, shej nishan me njëri tjetër, pam. E drejt. Kthehemi tek festa jonë pagane. Po thoya që ne vërtet ndoshta na përfaqëson more. Ne edhe kur vjen puna këtu themi Zotin part-time kemi, themi që kur kemi hall, o Zot na ndihmo. Marrojmë hallin dhe me zgjidha vetë vëlla. Bash lekë zgjidha. E drejt. Dhe kjo festë sot që u mendua domethënë thuhet sot e mësova që dilte zana nga tempulli i Çermenikës. Doli populli i Tiranës, ndoshta në kërkim të një zane, ku e dim ne. Doli populli i Tiranës, po e di si ka dalë. Po shtu të them, si mitingu i dhjetorit që u bë në 2010 apo 2009, qa 90, që u bë, do më se bërë jeti Rama i miting 2009 të ke qenë. Që ishin të dy në shesh, do më thënë disa ishin ke... Si atë ditë, si na mbledh festane, sa popull ka zmorë dhe ashtu, le të shojmë sheshin dëshmorë dhe komit që kishte, po them sheku i pa e parë ashtu, le të shojmë. Çfarë mrekullie dhe sa inat që unë nuk munda do të isha në shesh sot Armir, ja ti që më detyron të rri në punë, ndërkohë që dielli shkëlqente. Isha unë për ty. Isha në shesh për ty edhe si kam dalë nga i shesh,
Zana e Çermenikës e di që sot kishte dalë për vete nga tempulli, se as në tempull të asaj nuk as në tempull të Çermenikës sot se ishte të hidhje kokrën e vezës nuk thyej. Ose i thyej dikujt në syt. Po, ose në flok. Deshjet e Zana Çermenikës, që sot u hap dhe koha, u ngrof koha, ne ishte bërë syri bakër për pak mish të njom të pararur nga rrezet e diellit dhe vërtet koha sot na e shpërbleu. Dolëm në shesh, u vram, u shtym, po u kënaqëm se pam lër, sqetulla. I pati u hatët i ndjet kam përshtypjen jo vetëm. Dhe pjesë të tjera, jo, mbi gjitha që i pam, ka bull era, pam edhe që filluan rrobat të dalin, domethënë filloi shkurtimi, filluan të dalin linjat. Linjat, po. Dhe kjo në një paradë të madhe të Tiranës, domethënë le të themi një lumë Tirane, era kuptohet që duke qenë gjithaj grupimi madh njerëzish, edhe do hanin, edhe do pinin. Edhe era qofte, era hudhër, era këto gjërat e tjera që janë normale në një festë, ato bëjnë festën. Do nuk kuptohet festa pa ngrënë, por ama si ton qershia mbi tort. Kjo e di çfarë është paradoksale me këtë festë? Më lart më iki pushtyma poshtë, se po mendoja këto qofte të bira, ato që festuat. Ke ngrënë dhe tortë më? Jo, tortë nuk e pata të fat, nuk e mora dot rrugën deri në Elbasan më shteruar. Nuk e mora dot rrugën. Fat pati Zana e Çermenikës, e cila në Elbasan domethënë ishte një panajiri pa parë, po ç'panajiri, domethënë kishte shkuar dhe vetë qeveria. Shkon kryeministri, ka këta Pazhivajesh, Lenin, Pazhivajesh, parti është, kur thua Lenini, thua... Shkoj kryeministri, zërë se shkoj qeveria. Dhe shkoj kryeministri, po e di që kishin po kryeministrit. E dini gjithë se keni parë... Duke kap, duke puth kështu si për 8 Mars, duke i shkull... U të le patikarët, më të dy shkull të dhëmë. Ishte... Po. Nuk e them dot ku ishte dhe si ishte. Marë mirë mos në lëkë kështu tani. Po shife si ishte kryeministri sot. Sot kryeministri. Kush? Do me thënë, në ditën e verës, vërtet që është një njeri madh, me thënë që në lindje është dukur që ka qenë njeri madh në datë 14 mars, ka lindur kryeministri, nuk e dija këtë. Unë nuk e di, pse më ishte fiksuar si në tetor? Ka zëra që ka lindur në 14 tetor, por ka shtyr ka bërë datë 15 që mos përkonte me ka zëra, sipas gjendjes civile. Megjithatë, nuk ishte datëlindja e kryeministrit, ishte datëlindja verës. A tham doli Zana Çermenikës nga tempulli? Ja pra. Po mi pra, Zana për kohën... Kush e bën kohën e bukur në Shqipëri? Kryeministri. Jo, politika. Se ka një shprehje të bukur që thotë bën kohën dhe kohën e bukur dhe diellin. Do thotë që kush e ka në dorë këtë punë. Po. Unë kam një pyetje. Pyeta në Elbasan, por nuk ma sqaruan. Pati ne i burr nëne që ta hante atë tort? Jo për gjë, po. Drejt se i bie që copton. Kush mund ta fuste thikën? Kush ishte ai bir nëne që mund ta fuste thikën? Përveç në njërin që mundoshte të honkësha zemrën Sali Berisha dhe tak, po me gisht, jo me thik, me gisht. Ishte dhe i zotria që më pëlqeu, ndërkohë që zoti kryeminist shikon dhe i mrekulluar me të tregonin pamjet vetveten të pasqyruar në atë tort. Ishte një burr që i fliste dhe jepte mend. Një herë thoshte 2, unë mendoja se ishte demokrat, po pastaj ktheu në 1 dhe pastaj bëri dhe 4. Që siç duket i thoshte 2 herë ke qenë kryeminist i pari vendit. Edhe 4 herë tjera me u zgjidh problemet e këtij vendi. Ndërkohë që zoti kryeminist shikonte vetveten pasqyruar në një fotografi, në një tort. Mos përfundoi si puna narçit që dashurohet me veten pastaj. Jo. E ka parë disa herë. E pse duhet? Jo. Do të hante veten me dhëm, por sa do thuash ti. Në atë Elbasan, domethënë të hante veten me dhëm që e shifte aty dhe nuk e hante dot. Kalojmë nga tema të ngrënit? Kam thënë 100 herë. Ti je se beb që unë mbaj dihet. Se kur më hahet mua ti diskuton, o për gjërat shpifura, o për gjërat ëmbla. Çfarë të bëj unë tani? Sot ishin gjërat ëmbla se ishte festë, ishte vërtet festë. Dhe ju e dini që festat në këtë vend normalisht kush na i bën të bukura dhe kush na i bën të ëmbla. Do thonë ju anvisat. Gratë, nënat, motrat to që gatuajnë. Jo. Ato gatuajnë për ditë të shkretat. Nganjëherë kthehet rradha që gatuajmë dhe ne, po nuk e kemi të njëjtin, le ta them, nuk kemi të njëjtin stil, nuk kemi të njëjtin. Bën sikur gatum. Wow! Se kush i rre vezës shpitime? Ë?
Kur më bën si kulinari mirë, aty më shfazon komplet. Po ti s'më njeh mu, po ti s'ke provu në herë gjë nga durët e mia. Ja. Edhe nuk e atë shans. Edhe se ke atë shans. Po pra. Mirë. Hajde se do flasim për këtë gjë. Do flasim në etapë tjetër, në emision tjetër. Jemi tek festa. Po thonim, kush na i bën festat e ëmbla? Anja thot na i bëjnë anvisat, mamatut, se ju s'dini të gatuani, thot. Mirë, dakor. Edhe ne i bëjmë të ëmbla se shkojmë në një restorant për shembull, edhe ballokume sot kishte sheshit. Torta, siç e pat, kishte sheshit. Qofte, birra, sheshit. Sheshit gjitha. Kuptohet, lokalet e restorantet ishin plot të mbushura, të mbushura. Po kjo është një ditë e zakonshme, në një ditë të diellet zakonshme. Për shembull, ju mund të shihni të njëjtën skenë, sidomos kur hapet moti dhe sidomos kur tani që ka dalë dezana e Çermenikës nga tempulli, ju mund të shikoni këto skena masive, mund të shikoni kudo, dhe sidomos të breg të detit. Ja të qelloj që në Tiranë, po mjafton që në Tiranë të heqësh makina dhe kështu dyndet populli. Jo vetëm i qendrës Tiranës, po edhe kuptohet nga periferi, siç është zona jon, këtu kinostudia dhe zonat e tjera. Të ëmbla festës, sipas pikpamjes tonë, na e bëjnë ata që na bëjnë make our days, na bëjnë ditën. Ata që bëjnë ditën tonë, po. Kush e bën ditën tonë? Ata që kemi nga 2 orë në ekran? Minimumi, ditë për ditë, natë për natë, pra politikanët. Në qoftë se një politikan nuk të thotë se ç'ditë ishte sot, ti nuk e kupton. Nuk e kupton. Po që dhe ikën java kur nuk janë atë. Mua të vetëm ditë që kujtoj pa ma thënë politikanët, është dita kur paguaj faturat edhe dita kur marr rrogën. Se edhe kur nuk e paguan të marrin me mirësjellje, për shembull kredia e bankës, të marrin thotë, zoti filan, si jeni mirë nga banka, ju shqetësojmë? Ka 3 ditë që u ka kaluar afati paketë. Ose shërbitur pak norma interesi. Ose, për shembull, dita e pagesave të tjera, dhe dita që mbahet më dhe që fillon si ushtari shkruan me vis, edhe 3 ditë. Edhe 2 ditë. Edhe 1. Dhe shkon ke bari punës një ditë para. Do të lutem, nesër marrim rrogën. Veresie s'ka. I kafe të shkurtër, e po deshe edhe i pjat pilaf, kafe sille mrapa. Nesër pagu vlla jot. Atë keqen. Kjo është një ditë para. Dhe ditën e rrogës të gjithë Bjerçika dhe çka kam unë për të pagu, Bjerçik çka kam për të pagu, edhe merre shef atë që ke për të pagu. Dhe lista është shumë e gjatë. Mishe, ku kam hongër mish këtë mujon valla? Po kujtohet se mbaj me këtë kamarierët. Kujtohet ata ditë po, në rregull. Data aty nuk lëviz, edhe ora e saktë. Ndërkohë që ditët e tjera tonat, përfshi dhe Vit Neri, përfshi dhe Pashkët, Bajram, Ashure, Hasude, Havë, që janë ditë të tjera nga kujton politika. Dhe që mund të ishte dita e sotme, sigur në Elbasan, në kryeqytetin provizor të Shqipërisë, të improvizuar ose qoni se të doni, të mos kishin shkuar politikanët tanë, ata që na i thonë të gjitha ne. Pra, që jemi ne, ç'do bëjmë ne, si duhet jemi ne, si duhet bërë Shqipëria, si duhet bërë Europa, si duhet e tjera. Dhe ç'është kjo fest, i kishim në Elbasan, dhe nga Elbasan na shpjeguan politikanët tanë të dashur, 2 kryesorët, se tjerët janë do më shtepron, kusur. 2 kryesorët, ja që na thonë. Në një ditë si kjo, një festa popullore, bashkë me kthimin e diellit, është një moment që lehtëson sadopak plagët sociale edhe hallet e përditshme të njerëzve dhe të familjeve të zakonshme. Gëzuar këtë ditë feste, ditë e shpirtit pradheror të njeriu, ditë e luleve, e lullëzimit, e pranverës. Kuptohet edhe vlen ta theksoj në fakt që jo të dy kishin foton e tyre në tortë. Është e njëjta tortë, por që dora magjike e dikujt i ka bërë një montazh, aq sa të mos mbetej edhe kryetari i opozitës pa tortë. Le të themi edhe tjetrën që teknika e pasqyrisë nuk ka arritur ende në animacion, pra derge fotori, nuk është lëviz figura. Nuk ka kaluar në video. Ju të shikoni video, ke torta juaj, pastaj ta hani veten tuaj. Megjithatë 2 gjëra kuptova unë. Të parën. E para njerë, kuptova që po nuk që kohë e mirë në na mbysin halli shqyqyr që del dielli edhe na lecohen plagët. Po nuk që fest. Po, dhe mbi të gjitha populli del në rrugë për të harruar, si fillim. Jo, të parë se të dytën e dish do thuash, po thuaj. Thuaj edhe të dytën. Dhe e dyta,
Kryeministri anash e anash falenderoj zotin Basha për ato lulet që kishte vënë në kryeqytet. Pse? Po se kështu tha, kjo ditë me lule e lulëzimit. Lulëzim është fenomeni i qeljes së lules. Ai, kuptoj. Është folje, lulëzim ose kujtoni se është apo është emër, Po, se është dhe emër, folje e mërzuar. Lulëzim. Është dhe emër i përveçëm. Jo, lulëzim është. Rastësi, folje e mërzuar. Është folje, po mund t'jetë dhe emër. Përparim e të tjerë, janë folje të emërzuara. Liri, domethënë, falë se ishte koincidencë. Po, mirë, s'ka problem. Tani, kthehemi tek ajo që the ti ditët, le të bëjmë një shpjegim, domethënë, filozofik. Ditët tona si janë të bukura dhe kur janë të bukura. Ditët tona janë të bukura, unë mendoj kur nuk kemi festë, kur flas ditët tona, flas për ne fukarenjt. Se për ju zingjinët, kur vjen dita festës, nuk dini ku të shpenzoni lekët. S'dim ku t'i çajmë. Do të 300.000 lekë të vjetra. Të vjetra. I merr parukierja, thonjtorja, e të tjerët, depilatorja e këto gjërat. Mirë, se kjo botë kështu është ndarë. Femrat shkojnë të heqin qime, burrat paguajnë lekë të mbjellin. Ndarë bota, ç'të themi? Lëre më, kaos. Jo kaos, jo. E ndarë në mënyrë pa drejtë, le të themi, ajo që i mungon njëri tek tjetri, ajo që njëri se ka, tjetri vendosë paguajnë me lekë. Prandaj martohet një burr me një grua. Lese është argument të vetë. Po le më ti vetëm thua ç'të burrë ku e di ti shije në asaj pune. Dhe po thonim që ne fukarej, ditën e verës ose festat, mos kujtoni o ju bark plot që gëzojmë. Ditët e festave janë ditët më të drishtuara, sepse në ditët e festave të gjithë që të rrethojnë, përfshirë dhe familjarët, duan ndonjë gjë dhe ti mendon, mos duan kpucë të reja. Erdhi behari, duhen bler këto, vjen dita verës, duhet ngrën kjo, duhet bërë kjo, qok. Mos e qosh me depresion në mëngjesu. Erdhe dita verës, mos do blem, mos. Dhe në fund fare kur shef dhe gjitha të popull të veshur mirë thua, ja i pal kpuci kyti kishon. Tani që e kuptove i shkreti ti, po më pyet edhe një herë tjetër pse nuk je martuar. Pse nuk e martuar? Ja pra, që mos kem shpenzime. Po ti ke lek me lal. Po ti ke lek me lal, s'është problem. Po, si më din qofsha. Edhe ke dhe sponsor. Si më din qofsha. Ashtu qofsha. Në mos qofsha u bëfsha. Kalojmë tek, do të se u fokusuan pak në Elbasan, kryeqyteti provizor. Jo, ishte lëvizje taktike. Shkoi zoti Berisha në Pogradec, në Elbasan. Sa moha ka një Pogradec. Shkoi dhe zoti Rama nga mbrapa, tak liruan fushën, doli zoti Basha sot. Si nga mbrapa në sensin, është pas këtij. Jo, njëkohësisht ndoshta ose paralel, le ta themi, të dy në Elbasan. Por në sheshe të ndryshme. Nuk e di vallaj. Nuk është se e njoh shumë mirë si fush atë, po di që ishte në qendër, i pa populli, morën ajrin e Elbasanit, të pastër. Dhe ishin atje, lirohet fusha këtej dhe den pa zoti Basha, i cili basi krefi Tiranën të gjithën, eci dha shije fush kësaj qendrës. Festës më gocë. Po pra. Po. Se duke që fushë është ideja, nga që ishin gjithë ato lule, duke që ishin Skënderbej si një fushë me lule dielli. Shumë e bukur ishte. Bimë egzotike që ka ekzistuar në Shqipëri deri në fund të viteve 80. Pastaj tek këtu ke mbjell ndonjëri për stoli. Po. Dhe në qindra aktivitete që u bën në Tiranë ishte edhe një panair. Në atë panair populli i gëzuar se pa kryetari i bashkisë i cili ka zgjedhur me forcat e veta. Ne kemi dhënë voton tonë që ai të zgjidhet. Edhe sa ditë votime, po lëre. Kur thua. Dhe ne e duam me vërtet. Unë erdha ja 2-3 herë rrotull asaj pedonale, sa zgjat dorën, ma thyen. 3-4 herë, cop dorën, tak më shtynin. Se kishte shumë njerëz, më thënë fluks për të qafuar. Po. Dhe aty, ai ishte shumë i mbrojtur, kuptohet, edhe nga populli, që e mbron vetë, po kishte edhe nga vetë strukturat e bashkisë. Ju do ndiqni një episod, kur një dashamirë si puna ime, me qefin e madh, për t'i dhënë dorën, ishte këtej një banaku. Po. Ishte këtej banakut. Po pra ja dha dorën, ha? I dha dorën zotit Basha. Po. Po, se ku përfundoi, pamjet flasin vetë, ose nuk flasin, aty këputet filmi. Ndiqni episodin e një fakiri që donte t'i jepte dorën zotit Basha sot, që ja dha dorën zotit Basha, po pastaj me kokën ulur dhe bishtin në shal, ta ndjekim se si u evakua.
vazhë që je bukura gëtëra moj bajsho. Bije moj bije shumë vazhë mire. Bije moj bije shumë vazhë mire. Mirë, po siguria mbi të gjitha, pse çfarë do me thënë ajo, edhe mua po të më teke tani, të shkoj t'i jap dorën Zotit Basha edhe shkoj dhe ja jap. Qa kuptove ti nga do pamje? Po, qa kuptova unë? Shtide ka siguria, e more e zotria, Po. i tha, do të japësh dorën ti tha. Po jo që ande e vlla, hajde jepi dorën si njeri këtu. Aj, afroj, ë? O s'bëhet fjalë, se ai vetë ja dha një herë dorën Zotit Basha. Ishte këtij banaku, si duket s'ka paguar tative, s'ka paguar këto gjërat e këto çfarë. Një ta marr, da jepja dorën këtu ta si njeri. S'ka nevojë të rish me ata banakut, na bosi shitës panairi. Ti. Jo. Kujtova, thash, mos ndoshta. Duhej që të ikte nga vetngjarja. Po tash ai ishte në vend ngjarje, mund të ikte më mbrapa dhe normalisht që policia bashkiake nuk përgjigjet për koreografinë e festës dhe për ruajtjen fizike të kryetarit të bashkisë. Ka kush mendon? Ka Gardë Republika, ka tjera. Dhe ai ziu një dorë dha. Nuk është se dha shumë, nejse. Me hallti duash, ka dhe probleme të tjera, miq nderuar, domethënë se u morëm pjesën e festës me argëtimin, po ne nga që e kaluam këtu mbyllur punë për vete, jemi pak si shumë të jetur për të festuar. Jo të jetur, më jemi si xheloz ndaj jush që festuat. Edhe mbase na doli një fjalë më tepër, po mos u mërzisni. Ka dhe hallë dhe këtu jemi ne superior, se ne nuk i kemi këto hallë këtu. Ndjekim mbas publicitetit. Anja? Tani ka publicitet. Jemi sërish bashkë të nderuar miq, shumë të lumtur, shumë të gëzuar, sepse sot është dita e verës. Edhe ju gëzuar këtë fest pagane, miq nderuar, pavarësisht nga feja që keni. Dy të ngrëna thot popull nuk të bëjnë dëm, megjithëse kohët e fundit thuhet që jo, dy të rraura nuk të bëjnë dëm. Ha? Dy të rraura të bëjnë dëm, dy të ngrëna. Po ç'po thoja unë, po jo Ali Hoxha. Edhe një herë që dhe dhe një herë që donte të bënte një zgjedhje të zgjuar. Të zgjuar. Megjithatë e di cila. Jo, po priti se mbarova urimin. Gëzuar festën që tregon harmoninë tonë fetare, edhe me paganët, edhe të gjithë bashkë, domethënë, dhe kjo festa e të ngrënit, e cila qëndron krenare, sepse sot kam dëgjuar me shumë kënaqësi të madhe që thuhet 7 vjet ka kjo festë që ka hyrë në Tiranë, domethënë që kur hyri partia. Faktikisht, unë mbaj mend që kemi qenë të veckël, po shumë të vegjël, po domethënë në regjimin antipopullor komunist, dhe ne ditën e verës nuk na ndalonte as komunizmi, të bënim një kulaç me lek, një kokër vezë çik djath, edhe hanim atë vezën, e thonim gëzuar ditën e verës. Edhe veroret i vinë, nuk na shifnin me sy shumë të mirë kur vinë ato veroret. Po është festuar, nuk ka 7 vjet në Tiranë. Mund të ketë një 700 ndoshta, se ja Tirana Elbasan ja ku janë, vlla e motor. Çerekore do të jetë tani. Për shkuar në Elbasan. Edhe veroret. Do i frysh nga Elbasani do të vinë Tiranë, merre. Imagjino sa afër. Sa afër ku mendon ti, ë? Një tunel larg. Një tunel larg është. Kjo festë e sotme, në cilën festuam të gjithë, pa dallim feje, krajinë ide dhe me gjitha dallim feje, është një festë që përkon me 100 vjetorin e pavarësisë. Dhe a kemi thënë që është vit feste, unë personalisht pa mbritur, jo në 100 vjetor, po pa mbritur ende në këto festat fetare që përkon për shumë Krishtlindjet e 100 vjetorit, këto Pashkët e 100 vjetorit, e Premtja e Zezë e 100 vjetorit, Bajrami 100 vjetorit, Hashurja 100 vjetorit, pa ardhur ende këtu në kam xhepat krunde, sepse të vjen turp më vlla, shkon gjithë shoqëria feston, marrin gjithë për shumë për Ramazan nga i gotë birë, se është Ramazani 100 vjetorit. Për Pashkë kanë gjithë me flamur, se është Pashka 100 vjetorit. E kështu me radhë, se kështu, domethënë, le ta themi, dhe në këtë 14 shkurt jemi apo mars? 14 mars të 100 vjetorit të pavarësisë tonë, ne kujtuam pak sot edhe 100 vjetorin e pavarësisë të madhin. Pse e kujtuam këtë? Se po bëhet një fushat e madhe, po diskutojnë këto 4 milion euro kështu si çumçakis. Çado 4 milion euro? Diferencë? Prit 4 milion euro për një sekondë se apo nesër. S'kam të vogla. S'kam të vogla. E ç'nuk po bëhet, po investohet. Mirë, po ka dhe një gjë që quhet, siç e tha zoti kryeminist me shumë të drejtë,
Tha duhet rishikuar historia. Dhe në kuadër të rishikimit historisë, e diti për shembull që në një zonë të pak veriut, pak mbi Tiranë, flamuri nuk është ngritur në 28 nëntor, por është ngritur një ditë para Vlorës. E di e këtë ti? E mësova sot nga kronika. Edhe unë mësova sot, miq nderuar. Dhe kjo ndodh në një qytet këtu afër Tiranës, keni për ta parë dhe keni për ta perceptuar me çudi të madhe, do thoni, si ka mundësi. Është ngritur flamuri një ditë para Vlorës, para Ismail Qemalit, dhe memoriali i kësaj ngjarje ndodhet brenda një komisariati policie. Do thoni ju, pse mos e ruaj kaq? Më i mbrojtur se kaq. Aty ka dali Zoti dhe është le ta shohim, të krijojmë idenë se në këtë 100 vjetor sa seriozisht e kemi marrë ne. Le ta ndjekim. Miqtë e larë, përshëndetje, kemi udhëtuar nga Tirana drejt Milotit. Ky është një nga memorialet, sigurisht në kujtim të ngritjes së flamurit në Milot, ku shkruhet këtu më 28 nëntor 1912 në udhëheqjen e patriotit Gjin Pietri u ngrit flamuri kombëtar i Lirisë. Sipas të dhënave të banorëve, këtu flamuri është ngritur një ditë përpara se të ngrihej në Vlorë. Se si është gjendja, a është mirëmbajtur apo jo ky memorial, ju do ta shihni përmes objektivit të kamerës alarm, por na duhet të theksojmë edhe një fakt tjetër. Nëse një vizitor interesuar për datat dhe monumentet historike do të vinte në Milot dhe do ta kërkonte këtë, do ta gjente brenda komisariatit të policisë. Čuka potnjaka mama, është nga figura që ngriti flamurin, sipas historisë është ngritur një ditë përpara se është ngrit në Vlorë flamuri, e ka ngrit një fshatar që quhet Gjin Pietri. Këtu si shihet, domethënë kanë ngritur edhe memorialin që domethënë kanë respektuar në gjatë gjithë periudhës, kohës që ishte sistemi i Enver Hoxhës. Domethënë kanë respektuar. Tash e kanë lënë kështu për ta mbrojtur, për ta mirëmbajtur, ja siç e shihni vetë, ka nevojë me folur me bëj koment asaj pune. Duhet mirëmbahet sipas jush sepse jemi në një vit jubileu. Në mendim tonë vi vetë vullnetarisht e bëj edhe policinë edhe këta. As çaj furçë duan me li. Një gjithësore punë. Ta bëni ju banorët e Milotit nëse nuk e bën qeveria deri 28 nëntor të vini? I kuti bëj çaj. Ta më të verdha, ta më të kuq. Shkruaj aty ka. Kam përshtypjen unë të paktën, duhet vetëm të presim pak, se siç tha ai banori i zonës, kjo tha vetëm gjysmore punë do. Prandaj Armir, vjen nëntori dhe i hyet këtyre punëve me themeli. Absolutisht asnjë gjë. Çështja është që pse la më gjatë atë pjesën e fundit, që për ndonjë që i ka sy të mirë, të arrinte ta lexonte dhe na besonte atë që thoshte Ana, gazetarja jonë, e cila tha e ka ngritur tha një patriot, dhe ndërkohë ishte shumë e vështirë, po ne arritëm ta lexonim. Kësaj thonë tamam të lexosh përmes rreshtave. Arritëm ta lexonim që driti pas shpirti atij patriotit, Gjin Pietri apo jo? Po, Gjin Pietri. Unë hera parë, turp nder hera parë që dëgjoja, sepse nuk është se këta patriotët edhe janë nderuar e promovuar shumë.
një Ismail Qemal, një Isa Boletin, dimne nga historia, Po. ca kanë qenë tradhtar, ca armiq i nxori Enveri, tani dalin të gjithë të mirë, po nuk i përmend më njëri. Nuk dihen. Aty në Milot, një patriot, fshatar tha e zotëria, dhe vërtet i lum dora dhe i ndrit shpirti, sepse për historinë tonë, pavarësia nuk pas ka qenë vetëm në Vlorë, apo nga një grush burrash, por pas ka qenë shpirt i shqiptarëve, frymë e shqiptarëve, ku edhe në një zonë si Miloti, e cila realisht ka një shprehje për Milotin, që thuhet është drejtoria e erave. Fryn aq erë, po aq erë fryn sa ju e pat flamurin komisariat që ishte bërë rreth skecop. Mos mendoni se nga keqmbajtja, po nga që valvitet fort, nga era, nga stuia, bëhet ikin fjet, vit mas viti, edhe fillon ikën si triko. Po që pas demokracisë nuk janë prodhuar më flamuj të rinj, Armir? Po është shtuar, era e demokracisë ka fryrë aq fort, dhe shtohet ditë mas dite, dhe aty ikën fjet si flamur, po kush e vëre se sa krah ka Shqiponja? Ai hahet pak ky krau majt, po leti hahet. Mirë ti bëhet Shqiponjës, se kraun e djathtë ketë mirë Shqiponja, se më hëngër dhe mua. Kraun e majt fluturon edhe me një krah. Shkreta unë që jam majtas. Nesër, po. Po. Dhe po thonim, në Milotin ton të dashur, ne kemi një vepër të tillë, një memorial, të cilin si shtaj zotëria, se në Milot ti e di, ata janë zonë demokrate, po duke u përtypur, tha, ai maskara Enveri, tha, çoku i mbante. Ndërkohë që demokracia dhe vetë zoti Berisha në një mbledhje, mblodhi paracakosh, mblodhi këtë komitetin ndërministror dhe tha të shikohet historia, të rishikohet historia. Edhe me të drejtë faktikisht. Le të shikohet, mbase nuk e ka ngritur ky zoti Gjim Pietri. Po. Nxjerrim një tjetër hero, e heqim emrin se emra janë. Vëm një emër tjetër heroi në kuadër të rishikimit. Po si memorial, se rri nuk është keq, se ata banorë janë krenar, thonë, edhe ne kemi marrë pjesë pavarësinë e Shqipërisë. Edhe në zonën tonë ka qenë fryma kombëtare. Edhe ata në fundit ndjen me mishe me shpirt pjesë e këtyre festiveve të 100 vjetorit, siç jemi ne këtu në Tiranë për shembull. Po. Le ta themi. Nesër herë kemi fest papar. Ne të 100 vjetorit. Po. Nesër është Ismail Qemali. Ismail Qemalët. Një tufe madhe. Kështu që? Dhe jo, të themi edhe tjetrën, që është shumë interesant fakti, që brenda një komisariati, ose një postet vogël policie, se nuk është një komisariat shumë i madh, ndodhet ky objekt të paktën, tregon që ruhet. Po. Këto objekte, që do të mos themi fare që nuk e ruan shteti, nuk i mbron shteti. Ti nuk mund të hysh as ta vizitosh, as ta riparosh, se tha i zotëria, le mëse e bëj unë, tha. Boj gjej vetë, gjysore ko gjej, vetëm lini komisariat ta lyej. Le t'i shohim anën e mirë, të paktën ato gërmat prej hekuri nuk ishin marrë. Dhe arsyeja vetme... Jo, arsyeja është një dhe vetme, që është brenda komisariatit policisë. Po, pra, kështu që e ka një të mirë, ruhet nga komisariati policisë dhe të paktën ka shpëtuar gërmat gjysmat keqet, se do të çikboj. Ashtu, edhe një pyetje tjetër nga rishikimi i historisë. Po, në 069 20 000 Okej, jo, e kam për ty. Kam tek për tek. Dalim jashtë. Ku ka luftu Skënderbeu? Jo, më këtu po ta marr. Ai burr, fol. Skënderbeu, po në fillim ç'është e vërtetë, thonë që ka qenë në fillim me ushtrin turke. Po. Fillimisht. Kur ka bë ushtrin? Kur bëni ushtrin. Kur u liru nga ushtria? Thonë që ka ardhur këtu në Shqipëri, po? Edhe ka luftu kundër turqve, atër që mësuan me dhe. Mirë, luftoi shkreti 500 vjet. Do me thënë, e nisi ai, pastaj luftoi shqiptari. Po. Luftoi. Brez mas brezi. Po. Dhe brezi i fundit ishte ky 12-ës. Ky që luftoi për pavarësinë. Po. Para disa ditësh, jo më kohë të pyeta. Shkoi gjithë udhëheqja e Shqipërisë me përjashtim të zotit Topi. Ke beslidhja Lezhë. Kuptohet edhe zoti Rama nuk ishte, le ta themi, po ishte kryeministri, i ka thënë të gjitha. Ka qenë shteti. Ashtu ishte shteti. Pa leq ishte edhe Zoja Topalli. Aty shteti ka qenë i kompletuar. Ka qenë Dopjo Pet. Dhe festuan beslidhjen e Lezhës. Mi po aty pak më tutje, është dhe një lapidar që sistemi i Enver Hoxhës, le ta themi, për hipokrizi ndërtoi atë lapidar, dhe ai lapidar tregon për luftën që kanë bërë shqiptarët kundër turqëve për fitimin e pavarësisë. Domethënë, 100 vjet para, aty kanë luftuar trupat shqiptare lezhjane, pra ishim në Milot, spostoi pak në Lezhë.
sepse pavarësia e Shqipërisë, me ç'po kuptoj unë, pas ka qenë një luftë që kanë bërë të gjithë shqiptarët, me ç'po kuptoj tani për 100 vjetor. Po normale, mirë, sepse po të ishte se kishte ndodhur vetëm në Vlorë, atëherë do ishte çliruar, domethënë do ishte shpallur e pavarur vetëm Vlora. Edhe Turku kishte vazhduar këtë nga pjesët e tjera. Unë kështu e kam ditur. Unë mendova se u shpallë e pavarur Vlora, pastaj u bë bashkim familjar. Nuk ka faq. Okej. Gjëra që ndodhen jemi në transmetim drejt për drejt. Se ku e gjen një gjë kaq e vogël, kaq zë, ky ishte surprizë për mua. Bashkim familjar. Po pra, jo po kështu e dija vërtet. Ja, për shembull kam parë filmin Nëntori 2 dhe në filmin Nëntori 2 nuk shoh as Lezhë as gjë. Shoh Ismail Qemalin që zbret nga Durrësi, e cez nëpër baltrat Myzeqes, ngre flamurin, vjedh Isa Boletinin fund. Ndërkohë që në kuadër të rishikimit që tha zoti kryeminist në 100 vjetorin e pavarësisë, pas ka dhe më, pas ka gjëra të çuditshme. Pas ka për shembull faktin që pas ka luftuar shqiptarët. Dhe kjo është një lapidar, i cili lapidar, domethënë të më fal kolege se mund të ketë një shpërthim tjetër, po është depiluar dhe sot është vetëm një bosh dhe kjo ndodhet në Lezhë, miqdëruar. Në për të kuptohet që ky lapidar dikur i është kushtuar luftës që kanë bërë shqiptarët për pavarësinë e vendit. Po në për të, mos mendoni se duket qartë. Ana ishte, shkoj nga Miloti, shkoj në Lezhë, dhe ta dini, jo se jemi ne të ditur, po sepse ju, dhe ju falenderojmë shumë nga zemra, kjo është shumë serioze, falenderojmë nga zemra që keni çuar mesazhe, na keni besuar këtë gjë, dhe vërtet, për te i kësaj, le ta themi, ironie, për te i kësaj, është një goxha mllef, kur mendon hipokrizin që në këtë 100 vjetor, ka plot objekte që ose janë shkatëruar, ose duhet të bëheshin, po nuk janë bërë, dhe bëhen këto kozmetike. Si shikoni për shumë, nuk kemi kaq të bukur ne, na llaçosin dhe ne, na fusin nga i krem. Që një amyll e palyer, yll. Po, okay, përveç meje. Të ndjekim lapidarin e Lezhës. Në kërkim të gjurmëve të pavarësisë, në këtë 100 vjetor jubilar për Shqipërinë, pak pasi kemi kaluar lumin mat në hyrje të Lezhës, shfaqet një tjetër memorial, kushtuar heroizmit të bregamatasve që më 22/6/1912 shpartalluan një tabor turk. Shikoni vetë se në zgjendje ndodhet sot ky memorial. Vlera e këtij gjanas ardh duke lënë harres. Lapidari është lapidari i Luzh Bergamates. Aja ka filluar në një kohë nuk i të përgatitur komplet si tush saj pune, po ka plaskë shtëpia tjetër dhe është një daks. Në këtë luftë që janë vrarë një 2 plagos pjesë të familjes, edhe është plagos në të luftë edhe Detçoku. Edhe sot janë në harres, to kanë organizuar flamurin, to kanë organizuar për të shliru nga Turku. Vite që është në atë gjendje ky lapidar? Po zotën po i banë, po thuj se nga 20 vjetët. Në këtë 100 vjetor të pavarësisë, si ju duket që ky memorial është në këtë gjendje? Shumë keq. Shumë keq. Po, kush dhe dorë, kush në tava, qatë dhe.
20 vjeta i zotëria ka që është në këtë gjendje ky lapidar. Po më fal Armir që ta bëj këtë pyetje. Ne për çfarë luftuam për demokracinë? Për këtë luftuam pra që të shkruajmë edhe të gërvishim aty ku duam ne. Mua më vjen keq, nuk jam dakord fare që me atë zonë që tha nuk është vend dorë. Po pse më me dhëmbë kanë bërë ashtu ata? Me dorë pra. Kuptohet, jo me dorë të lirë, nuk mund të hiqet me dorë të lirë, do ndonjë mjet. Po dorë aty, unë abitem se kishte tepruar ca copa mermeri. Po pra vërtet kur e kanë hequr një pjesë, se kanë marrë të gjithën. Se kanë marrë të gjithën. E merrni të gjithën, kanë ngelur ajo, është luftuar. Dhe realisht sot në 100 vjetor, në prag të 100 vjetorit, po merr kemi vesh fal atyre që ka lënë diktatura shënim, edhe që koha bën vetën, themi 20 vjet. Pa ato mund të kenë 30 vjet për shembull. Shiu, dielli, agjendat atmosferik dhe jo vetëm atmosferik, le ta themi, kanë bërë punën e tyre. Çak, dhe sot shqyr që rrojnë njerëz të tillë, që e mbajnë mend historinë, që janë ndjekur në shtëpi nga turku, nga tjetri, edhe nga serbi, dhe sot kujtojnë që o vëllezër, ky popull ka luftuar, ka dhënë gjak edhe ditën e fundit dhe pavarësia nuk ka ardhur se erdhi Ismail Qemali me bukë me vete, zbriti në port, edhe me gjithë i flamur që bëri Marigoja, e ngriti. Jo, edhe Ismaili ka luftuar, edhe të tjerët kanë luftuar, po kanë luftuar dhe qytetarë fshatar deri orën e fundit sa erdhi pavarësia e Shqipërisë. Dhe kjo duket se është historia nga ajo që thon njerëz të gjallë. Mund të jetë ndryshe, le ta shikojnë historianët. Unë për vete edhe shkon në lart edhe nuk e kam fare këtë dek. Leshta dhe fiskulturë kam, se duket. Edukim fizik. Po e disa edukuar jam në fizik, nuk e keni iden. Unë me i kurs parukerie jam në s'po bëjmë. Kalojmë në momentet të tjera miqderuar se na iku emisioni duke u marrë me çikërima. Në Elbasan, që sot ishte dita verës, ne shkuam para ditës verës dhe pam, se ne kemi atë punë të ngjiturit që të qepemi nuk i lëm temat, pam një familje, nuk e them dot, pam 2 apartamente, po sa familje kishin brenda, do thoni ju? 14 më duket. Ua, familje rome, që jetonin në 2 apartamente, jetonte një fis, po kur them fis çuna hallë kështu, do të thonë, mjafton të them, në një dhomë ishin 6 kuror. Të ndjekim materialin. Miqtë Alarmit, përshëndetje. Ndodhemi këtu në Bradashesh të qytetit Elbasanit. Ky pallati këtu pas meje ka një histori të veçantë. Të gjitha shtëpiat që janë këtu brenda kanë më shumë se 2-3 kurora që banojnë brenda. Nga ora news emisioni Alarm jemi. Na thanë që këtu banojnë në çdo shtëpi më shumë se 3-4 kurora bashk. Është e vërtet? Po, e vërtet është. Mund të futemi brenda? Po si. Mirë se ju gjetëm. Elio nga ora news. Kjo shtëpia ime, ne jemi 3 kunora, bëhem veti 14. Bëheni 14 veta në shtëpi. Po. Sa hapësirë ka shtëpia? Sa metra katror është? Llogaritet 2 dhoma i kuzhinë. 2 dhoma i kuzhinë? Po. Kjo ku jemi këtu çfarë është? Kuzhina? Kuzhina. Kjo është kuzhina. Po. Dhomat ku janë? Mund i shohim? Po si. Sa flitin? 6 veta jam këtu, burë e grumë. Ju bashkëshorti dhe 4 fëmijë. 4 fëmijë. Dhe ju të gjithë të 6 jetoni këtu. Por miqtë Alarmit, si kjo shtëpia që ne u futëm, është dhe kjo shtëpia tjetër përballë. Janë disa kurora në një familje. Të futemi dhe të shohim se si jetojnë. Sa veta jetoni këtu? Këtu goca me veti 3 më këtu Marina. Te kjo dhoma? Po kjo dhoma këtu. Jeni 3 veta? Po 3 veta, po 6 veta jena një nga dhoma tjetër. Në total sa veta bëni këtu? Po bëhen gjithë kunora, thëm 5-6 kunora që bëhen këtu Marina. Këtu jetojmë 2 familje. 2 familje? 2 kurora. Sa veta? 6 veta këtu. Në këtë hapësirë? Mblidhen gjithë këtu. Të gjithë? Po. Po si flini? Si flejmë ja, ca poshtë, ca lartë, hajt, ja, shife ambienti, qa ambienti është. Dërka ku flini, po. edhe lani? Po. Keni bërë kërkesë për shtrejim? Kemi bërë. Ju kam premtuar? Na kam premtuar, po.
nesër shtrejmë. Po si, Kipo, ke kryetaj komunës, nga ka thonë do bëj pallate, ai s'na ka bëj as pallate, as i një. Në çfarë vendi ju ka thonë që do ju bëj pallate? Po, ka thonë atje poshtë, ka të pallata një shtollë vjetra. A mund të shkojmë bashkë aty ku ka thonë që do ju bëj pallatin? Po si, po si. Ja, shkojmë. Ky është vendi? Po, ky është vendi tu. Jetu na tha për pallatin, edhe as një boni, as një gjë. Po çfarë shëtimi ka dhënë? Pse nuk ka bërë? Po di një çka. E keni kërkuar? Po, e kemi kërkuar ne. Çfarë ka thënë? Di bëjmë dhe te ish fare. Sa vite ka ky premtim? Po bërëm ka shumë. Ndërkohë toka vazhdon të rrinë? Po, ja toka e ka një tjetër i mend. E ka thurë. Keni shpresë se një ditë do bëhet një pallat për ju? Më duke i çfarë. S'keni çfarë. Jo. Pse janë njerëz allegro, që themin e Romët, pse janë njerëz kaq allegro. Po, t'jen 14 veta në një dhomë, për shembull, çfarë do bëjnë? Barsaleta do të rregojnë. Së pari herë do kërcesh, do t'hidhesh derisa të vi radha për mbanjo. Se të rish, kështu do fillosh t'hidhesh, kërcesh, po në një fjalë do ta shkëmbesh, por që mos duket si sherr, do bësh edhe këngë etj. E para. Një llaf njëri, një batut tjetri, ne jemi si të vetmuar në shtëpi tona ku jemi. Ke një goxha apartament, 100 metra katror, mezi të bie të takohesh me partnerin, mirë si e tak. Shkon ke dhoma jote, hap laptopa, këto gjërat e tjera. Jo, krijohet vetë ajo. Aty sa hap derë, vup të vjen ty duhani, gallata, henge etj. Dhe normalisht edhe dera përballë ashtu siç ishin atje. Pra, në 100 metra katror 28 veta. Është kënaqësi më vete, po unë nuk kuptoj një gjë. Kuptoj. Do të thuaj. I kishin premtuar këtyre familjeve që do të ndërtojë një pallat enkas për këta. Po këtyre kanë premtuar që në gropa ja mbyllim emisionin se vajti vonë. Po pse nuk i lajmërojnë që ato tokë ka marrë tjetër kush? Jo, po është Elbasan. Të lutem, është Elbasan, do të bëhet. Mirë, të nderuar miq, ne kemi mbritur në fund të transmetimin e kësaj puntante. Një natë të ëmbël vere. Të kësaj natë të ëmbël vere mund të ndiqni në Channel 1 në orën 20, sigurisht se takimi i radhës me ne do të jetë nesër në orën 19 këtu në Ora News. Për çdo shqetësim dhe problem tuaj, dërgoni SMS në 069 40 00031. Mund na dërgoni një email në alarm@oraviznews.com ose na shkruani një letër dhe postoni në adresën Rruga Aleksandër Mojsiu tek Kino Studio për televizionin Ora News, redaksinë e emisionit Alarm. Kalofshi një mbrëmje sa më të këndshme. Natën e mirë. Natën.